Plagët e mia janë në Bryl, krahun e djathtë, edhe në Boshtin korrizor. Para se me ndodh rasti i sulmeve serbe, granatime, kemi qenë të hongër pite me xhiz. Për shtetin gjithçka duhet me dhënë. Përshëndetje. Ju dëshiroj mirë se ardhe që keni ardhur. Unë jam drejton Fondaj. Rrëfimet e mia gjatë luftës ka shumë, duke filluar prej kryqës për herë të parë 98-ën, që kemi vazhduar, po më kryesorja është që me 29/3/99-ës ka ndodhur plagosja ime në ofenzivë në Gallush Semetishtit. Aty është me vrarë shoku im i ngushtë Haxhi Axhaj, ndërsa unë edhe Enver Morina jemi plagos. Plagët e mia janë në Bryl, krahun e djathtë, edhe në Boshtin korrizor, ku ende 25 vite i mbaj me nostalgji predhat e granatës në trup. Na jemi kon vit frontit, në Semetisht, forcat serbe janë kon Peçan, edhe në stop na kanë granatuar me mina hesa, gjatë 2 mm, 82 mm, me tanke. Po si çdo luftë ka vështirësitë e veta, po më vështirë kanë kur kemi filluar me të rrek trupin e të ndjerit, herojt Haxhi Axha, që ka qenë pjesë malore, nuk ka desh me ik dikun 7-8 persona me bart. Po tani kur e kanë pa që edhe unë jam plagos, më kanë të rrek për atyt, edhe ata kanë të rrek ato. Unë veç kum shku mbrapa atyre, deri në shatin i Shor. Aty tani më kanë marrë mjekt e luftës, edhe më kanë kontrollu dhe më kanë dalë, mi kanë lidhë plagët dhe më kanë dalë gjakun. A ki tash të probleme në Boshtin korrizor prej që sa vite e plagos? A ki hala probleme ose diçka? Kam probleme, të ndodhin, për shkak se pjesët e prella nuk janë pjesë e trupit, po për shkak që nuk guxoj me hinë operacioni po i mbaj. Son shpak rrezik që mund të më në policë. Kujtimet i kam zakonisht kur vishëm prej fshatit Bërshan, se na gjatë luftës kemi qenë polici ushtarake, edhe kur vishëm fshatin Peçan kontrolla, me babin tim edhe me mamin tim ndjer, hajshëm pite me xhiz. I ka pas marak edhe çajin e rusit me pije. Ato ka pas pik dop thoja. Ato janë kujtimet më të mira që kemi kaluar. Po thoja për ditë që kemi kaluar kohë të mira, me humor, na ip ke kurajo, sa e ka qenë më i moqëm se na ip ke kurajo, folke mirë, çto kujtimet e përditshme që kemi fol gjatë luftës. Edhe do me thonë edhe pse është kanë luftë, ju apet e keni pas atë do me thonë atë vullnetin. Krenarin, vullnetin, moralin, gjitha e kena pas. Pak si 3 në luftë, po mirë kemi kalu. Sa vjet i keni pas në luftë? 21 vjet. E shoku ju të ndjer? Ajo kon dikun 35-60. Datën e vrasjes të herojit Haxhi Axha dhe plagosjes time dhe shokut tim Enver Morina, para se me ndodh rasti i sulmeve serbe, granatime, kemi qenë të hongër pite me xhiz, që na kanë prunë familjar që kanë qenë të pozicionuar në fshatin Bellanis të Malishevës. Edhe pasi kemi pika një Dohan, Donhill që ka pasi heroj Haxhi Axhaj, ata na kanë granatuar, kanë filluar granatimet. Dikun 18-19 granatat minahesit i kemi numru ma tepër s'kena mujt mi numru, se na ka ra shumë afër edhe s'kemi ditë. Edhe sa kanë ra, edhe sa shka ndodh aty. Pas luftës prej 19 qershori 2000-s punoj në policinë e Kosovës. Ato që kontributin tem gjatë luftës që këmë dhone, edhe tash jam të dhone në policinë e Kosovës, më do këtë pak çka do të me dhone. Për shtetin gjithçka do të me dhone.